Për të vlerësuar në terren reformën që Ministria e Arsimit dhe Sportit ka ndërmarrë në arsimin parauniversitar, një ekip nga UNESCO i përbërë nga 6 specialistë ka qenë në Universitetin Fanolit Korçës, një mision ky i kërkuar nga Ministrja Lindita Nikolla, duke e vlerësuar si mjaft të rëndësishëm rolin që luan Universiteti Korçës në trajnimin dhe kualifikimin e mësuesve të arsimit parauniversitar. Specialistët e ekipit kanë kryer takime me dekanin e Fakultetit të Edukimit dhe Filologjisë, profesor doktor Alia Shari, si dhe me pedagogët dhe me studentët. Drejtori i Institutit të Zhvillimit të Arsimit Gerti Janaçi thot se të tjera takime janë kryer edhe në shkollat nëntëvjeçare, ku është diskutuar mënyra se si zbatohet kurrikula e re në klasat e para dhe të gjashta. Ekipi përbërë nga 6 ekspertë të UNESCO-s është në fazën e tretë të një misioni të kërkuar nga Ministria Nikolla për të vlerësuar gjithë reformën që Ministria e Arsimit dhe Sportit ka ndërmarrë në fushën e arsimit parauniversitar. Për të vërtetës, ne kemi zhvilluar një seri takimesh, sot jemi në Korçë. Kemi qenë në 2 shkolla nëntëvjeçare, ku ekspertët diskutojnë mënyrën se si kurrikula e re zbatohet në klasat e para dhe të gjashta. Kjo është një nga tematikat. Tematika tjetër ka të bëjë me zhvillimin profesional dhe përpos kësaj, një nga aktorët e rëndësishëm që merret me trajnimin e mësuesve është dhe Fakulteti Fanoli i Korçës. Kjo është dhe arsyeja pse ekspertët e UNESCO-s kanë ardhur këtu për të parë qendrën kërkimore që ofron shërbimet e trajnimit si një agjenci e licencuar sipas gjithë kritereve ligjore, dhe ne menduam që të ndajmë disa eksperjenca në 3 nivele, në ekspertizë me pedagogët që ofrojnë shërbim mësuesve të arsimit parauniversitar në formatën e trajnimeve, në një format tjetër diskutimi me studentë të cilët presin të diplomohen dhe do të jenë nesër mësues të ardhshëm, sigurisht dhe në takimet nivelit lartë bilateral me dekanin e Fakultetit Korçës. Në fund të këtij misioni, specialistët e UNESCO-s do të përgatisin një dokument teknik me sugjerime për Ministrinë e Arsimit lidhur me masat që duhet të merren që reforma në arsimin parauniversitar të jetë sa më e suksesshme.